Na trego pak çfarë ndodhi me mamin që në momentin që ju e keni çuar në urgjencë. Si ka nisur? Mami theshte nuk jam mirë, ndjeva lodhur edhe kam rajt e zemrës si të flata, sa të forta, dhe nuk ishte mirë, edhe tha ndovin në spital. E shkuam në spital, jam matën ato tensionin çfarë matën rajt e zemrës, edhe e vunë në një dhomë, që të i matën ato. Bënin analizat. I morën dhe analizë dhe ato, si që dhe zemrës, e kalin, po. Ja bën ato, edhe i thanë në anemi, edhe i thanë sa mjekime. Edhe nuk në thanë gjë tjetër, pas të dikën e matëm dhe një tension në mamë, po mamë theshtë nuk jam mirë, jam e lodhur, pra, do më thënë, pas të dikën nga spitali, theshtë ashtu, po doktorat nuk në thanë, do më thënë, se nuk, do më thënë, të ndi që do një mikë më shumë sa çdo është. Si mund të lësh një njeri, ti nga spitali, po ai të thotë, akoma nuk jam mirë edhe, unë gjej mirë kam, rajt, po. Në pas çfarë ndodhi më pas? Pastaj vajtëm në shtëpi, ditën tjetër, prapë sa nuk jam mirë, ndjem si e lodhur, e morëm prapë ambulancën në telefon. Erdhi ambulanca, ja matën dhe tensionit ato dhe na tha që e ka tension, do të thënë, rajt e zemrës, e ka shumë të lartë. Do të thënë jo shumë të lartë, e ka të lartë, nuk na tha do të thënë shumë të lartë. Edhe i bën 3 gjipera. Edhe pastaj ajo theshte gjatë ditës që prapë nuk jam mirë, nuk ndjem mirë, jam si e lodhur, nuk vjen si kuputje, do të thënë theshte që kam si rajt e zemrës kam si shpejta. Dhe nuk na thanë do një të qartë, ndryshe të bënë. Sot çfarë ndodhi? Sot në mëngjes, ajo u ngrit, mori përshëndreme, çfarë mori, dhe deshe të anë dhe bukë, edhe ishe gabon me saj, më pra gjyshim në nëmë, se vajtëm të flisni, e më erë më sirë më thanë, hajde foli një rëmanë, se nuk po nga përgjigjet. Në to u ngrita, vajta në dhomën e saj, e bashkë që ishe e shtrirë. Aty e kuptova që nuk ndryshoi e gjithë. Aty e kuptova që nuk ishte. Çfarë kërkon? Dua të di përse nuk mjekët na thanë çfarë do të bënë si duhet të bëjë. Se nuk e mbajtën në spital po e lanë tikën. Si mund ta lesh një njeri kur të thotë atë gjatë ta lesh të tikën në spital. Sot më ndodhi mua, po mund të ndodhë do një ditë, do një rit tjetër. Pra mjekët kanë neglizhuar sipas juaj? E kuptova? E kanë lënë pas dore mamin mjekët? Atë nuk e di çfarë kanë bërë, po ne na thanë na lanë tikën nga spital.